Donald Trump e mbylli vizitën shtetërore në Pekin me pohimin se takimi i tij me Xi Jinping ishte shumë i suksesshëm dhe i paharrueshëm. Ndërsa homologu kinez e përshkroi vizitën si historike dhe me rëndësi të madhe. Jam i gatshëm të mbaj komunikim të sinqertë dhe të thellë me presidentin Xi Jinping. Kam respekt të madh për të dhe e pres me ngrohtësi në Washington. Presidenti Trump shpreson ta bëjë Amerikën të madhe sërish, dhe unë jam i përkushtuar të udhëheq popullin kinez për të realizuar ringjalljen e madhe të kombit tonë. Të dy vendet duhet të zbatojnë konsensusin e rëndësishëm të arritur. Përgjatë 2 ditë bisedimesh u diskutuan çështje që lidhen me tregtinë, naftën, Iranin dhe Tajvanin. Më herët kreu i Shtëpisë së Bardhë deklaroi në një intervistë për Fox News se Xi ka premtuar të mos e furnizojë Republikën Islamike me pajisje ushtarake. Ajo shpreh se SBA dhe Kina ndajnë këndvështrime shumë të ngjashme lidhur me fundin e luftës në Iran, por nuk dha detaje të mëtejshme. Presidenti amerikan shtoi gjithashtu se Kina dëshiron që ngushtica e Hormuzit të mbetet e hapur dhe se Pekini ka planuar të blejë naftë nga SBA-ja. Shtetet e Bashkuara dhe Kina po tregojnë të kujdesshme në lidhje me situatën e Iranit, duke u përqendruar kryesisht tek stabiliteti në Gjirin Persik dhe siguria e ngushticës së Hormuzit, një rrugë detare strategjike kjo për tregtinë globale. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio ka kërkuar ndërkohë që Kina, partneri kryesor tregtar i Iranit, të ushtrojë ndikim mbi Teheranin për të ulur tensionet dhe për të stabilizuar situatën. Rubio shpreh se çdo krizë globale do të ndikojë negativisht edhe mbi vetë ekonominë kineze, prandaj sipas tij është në interesin e Pekinit që të angazhohet. Por Kina nga ana e saj po ndjek një linjë diplomatike mjaft të kujdesshme duke shmangur angazhimet konkrete.